Mëngjesit me një të ftuar speciale që kam, ashtu si që paralajmërova qysh në fillim të programit të mëngjesit, sot e tërë dita pothuajse i kushtohet fëmijëve, është dita e tyre, çdo ditë është e tyre, por sot është më e veçantë, është 1 qershori, dhe ne sot kemi të ftuarën speciale Riga Gashi. Përshëndetje Riga, është kënaqësi që të kam në studio. Rigën e kemi 7 vjeqe, por fillimisht Riga do e ndëgjojmë këngën cilën e ke realizu me rastin 1 qershorit dhe më pas kthehemi në studio dhe do të flasim edhe për këngën pak. Pajtohesh? Ja, me kukullën tonë që e kam këtu në studio, e ndjekim së bashku këngën dhe më pas rikthehemi në studio. Jemi mbledhur bashk, festojmë pambarim, shoqe edhe shok, dorë për dorë ne, festojmë 1 qershorin, kjo fest neve na mblodhi, sa shumë kemi gazim. Dhe shumë hare, sa të lumtur jemi, plotën dalje kemi, gëzuar 1 qershori. Të lumt Riga shpirt, gëzuar ty dhe gëzuar të gjithë fëmijëve, gëzuar dhe mbesësi me Malea dhe nipit tim Maltit dhe gjithë fëmijëve kudo që janë. Faleminderit Riga që je sot mysafire në programin e mëngjesit. Vërtet jam shumë e kënaqur që je këtu sot. Si po ndihesh? Po ndihem e gëzueshme edhe friksueshme, ka kohë njëjtë. Po pse friksueshme? Për çfarë Ka kohë njëjtë, po më shumë e gëzueshme. E shpirti vogël qofshte e gëzuar dhe e lumtur gjatë tërë jetës. Riga, ti ke dhe këngë të tjera, jo vetëm këtë këngë? Po kam një tjetër. Sa këngë ti se i ti ke? Një kam një koncert, po ato që i ka shkruar, ato që i kanë shkruar janë 2 i kam që i kanë shkruar.
Riga, në cilën klasje Dytën jam. dhe kush është mësuesja jote? Besa Mazojko. Dhe të pëlqen shumë të këndosh? Pëlqen shumë. Po çka do të bësh kur të rritesh? Këngëtare? Këngëtare. Po kush të ka ndihmu me bë këtë këngë? Kush e ka bë këngën, Riga? Mësusi i këndimit, Gjagji Artan. Gjagji Artani. Dhe tekstin? Tekstin... Na tregoj mami yt më herët se po ja që dhe ti kena e harroj, kërkojnë falje për tekst shkruesin, të lutem na ndihmo mami Rigës. Defrim Behluli. Defrim Behluli është ai i cili ka shkruar dhe tekstin. Riga, po si e ndjer kur e ke realizu këtë këngë, kur e ke xhiru klipin? Je ndjer e friksueshme sikur se sot që po thua në studio këtu? Jo, jam pak friksueshme, që ka që friksueshme. Po, më trego pse e friksueshme në studio? Qarë po të bën ty që me undje e friksueshme? Shife sa njerëz të mirë kemi në studio. Studia është goxha e madhe. Ja dhe prindrit e Rigës si ti përshëndesim dhe i falenderojmë shumë që na e kanë sjell Rigën në këtë ditë këtu në studio, cilën dhe kemi mysafire dhe që po e intervistojmë. Dhe ju ke tregu shokëve dhe shoqeve që do t'jesh sot mysafire në programin e mëngjesit? Jo, halas. Po si mëj nuk ju ke tregu, Mari Riga, që... Po të s'kom ditë që kam u konë. Riga, ti një nxënëse shumë e mirë. Faleminderit. Po, cilat lënd i donë më shumë, Riga? Matematik edhe edukat muzikore. Matematika? Ato më pëlqejnë dyjat shumë, po pak ma shumë po më pëlqejnë muzika. Po, shpirti i vogël. Po, Riga, do të bësh edhe këngë të tjera? Së shpejti? Nuk di, ne po këqyrëm, jam sigurt. A si e sigurt? Mirë, tash është edhe koha e pushimeve, do të kesh kohë edhe që të pushosh, edhe që të realizosh një këngë. Tjetër, çka do të bëj Riga tjetër? Tash, ja që po vinë dhe pushimet verore, ka vendosur Riga se ku do t'i kaloj këto? Ne nuk... Nuk keni vendosur ende? Ende halas kena vendosur. Okej. Po, çfarë të kanë thonë shoqet apo shokët kur e kanë ndërgju këngën tënde? Të renat më të hershëm. Po flasim për këto më të renë. Edhe ato më të Jo, halas për atë më të hershëm. A këtë ende nuk e kanë po? Hala ende, nuk jam sigurt a e kanë po ju. E çfarë kanë thënë për ato më hershmet? I kanë pëlqyer shumë shoqeve edhe e shokëve. Apo? Qatë kanë thënë është shumë e bukur? Edhe atë kanë thënë që të vazhdo të këndosh edhe më tutje edhe më shumë? Kanë thënë që ashtu, por kanë thënë diçka ofër që ashtu. Çka bre është ajo ofër ashtu? Kanë thënë shumë mirë ki vë këtë këngë me gëzune kërë bënsh tjetërën. E presim e njërë edhe tjetërën. Po a janë të gëzuar prindërit e tu, Riga, që ti merresh edhe me muzikë? Nuk di, të ti prindërt. Nuk i ke pyte ende? E gare, po. Dhe ata kanë dëshirë që ti të merresh me muzikën? Po. Më trego, Riga, cila pjesë ka pëlqyer më së shumti e klipit? Këtë klipa? Po, këtë klip, për këtë klip. Kam pëlqyer ajo vizatimet. Vizatimet. Pëlqen të vizatosh? Çka? A të pëlqen të vizatosh? Po edhe ndonjëherë vizatoj. Do thotë ty të pëlqen pos matematikës, këndimit, të pëlqen edhe vizatimi. Më pëlqen shumë gjëra. Shumë gjëra? Hajde t'i zbulojmë edhe disa të tjera? Çfarë tjetër? Më pëlqen edhe... Më pëlqen pët. Po më pëlqen edhe më kanë... Edhe i kam... Edhe me lujt ndonjëherë. Po. Edhe më pëlqen edhe mësoj ndonjëherë, për shembull. Edhe... Plot tjera. Ori princesh, a di sa e bukur je? Faleminderit. A ta thonë këtë edhe të tjerët? Ndonjëherë po, ndonjëherë jo. Po duhet ta di që je shumë e bukur, je shumë e zonja, je shumë e mençur. Çfarë do t'i kishe thënë ti fëmijëve sot? A ke ndonjë mesazh për fëmijët? Meqense edhe sot është një qershori, dita ndërkombëtare e fëmijëve. Unë kam e desh me thënë për krejtë fëmijët në botë, gëzuar një qershori. Po shpirti vogël,
Dhe edhe diçka tjetër, a do ju kishe thënë fëmijëve? Që të mësojnë më shumë, të ndëgjojnë prindërit më shumë? Edhe një pyetje. Rinë Riga shumë në telefon? Nuk nej shumë. Bravo, të lumt Riga. Do thot, le tjetë edhe ky një mesazh që fëmijët mos të rinë shumë në për telefon, të vizatojnë më shumë, të mësojnë më shumë, të luajnë më shumë, të argëtohen më shumë. Pajtosh edhe ti? Për çka? Po. Riga, një ditë nuk dyshoj që një ditë do të bësh shumë e famshme, po na premto që nuk do të na harrosh. Dhe do të vish sërish, nëse do t'jem unë këtu në programin e mëngjesit, mirë, nëse jo, do i kem koleget e tjerë, apo dikush në një talent tjetër që do të më zafensoj. Po, edhe një pyetje, të pëlqen televizioni? Po, më pëlqen shumë. A do doje që ti ishe ti një ditë në vendin tim të Brikenës, ti ishe edhe moderatore? Po. Po? O, sa shumë dëshira. Riga, edhe njerë, unë të falenderoj shumë që gjete ko e ishe mysafira në programin e mëngjesit. Ne e ke zbukuru jo vetëm studion, por të tërë televizionin e Kosovës. Ishte një këngë shumë e bukur dhe të presim që na vish sërish në studio me këngë të reja, me projekte të reja. Unë i pyti prindit me nejher me ardhe këtu apat, televizion. Ne do të ftojmë, do i pysim prindrit. Dhe sigurisht që do të kemi sërish të ftuar, nga se unë vërtet ka pata nderin dhe knatësin që për herë të parë ta kem në studio Rigën. Riga, të dua shumë, të puth shumë dhe dëshiroj shumë suksese. Faleminderit shumë. Dashur miq, ne me Rigën po e përmbyllim programin e mëngjesit